Besoni që do përshkallëzohet akoma më shumë lufta dhe si shikoni fundin e kësaj lufte, me një përfundim pa fitore të askujt apo me një fitore të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit? Shpresojmë që të ndaloj lufta, por me të vërtetë është një situatë kaotike. Sepse nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen, i bie që të bie hegemonia amerikane. Pra i bie që Amerika të mos jetë më superfuqi e botës. I bie që Amerika si superfuqi e botës që është të mposhtet në një vend si Irani. Dhe i bie që Amerika të tërheqë të gjitha bazat dhe ndikimin e saj në lindjen e mesme, gjë që nuk është e pëlqyeshme nga Amerika dhe është një rënje e madhe për të, kështu që nuk besoj se do të tërhiqet. Nga ana tjetër, as iranianët nuk dorëzohen sepse të tillë e kanë natyrën e tyre. Pra janë popull që nuk dorëzohet, luftojnë deri në fund. Dhe mbetet për të parë që është një përplasje me mishe me shpirt nga të dy krahët, por se si do të përfundojnë, ndoshta mund të arrijnë ndonjë marrëveshje sa për të larë fytyrën e njëra tjetrës, për të thënë që të dyja palët kanë fituar, do të ndajnë atë hisën e tyre të tortës me njëra tjetrën, dhe të vazhdojnë të lumtur jetën e tyre. Tani shpresojmë që lufta të përfundojë, se kjo është më e rëndësishme, se pastaj se si ndajnë tokat e tyre është çështja e tyre. Është folur shpesh për dëmtimet të Iranit, pra që kanë shkaktuar bombardim. Po nga ana e Izraelit, a ka po themi të dhëna se çfarë ka ndodhur në qytete ku janë bombarduar nga raketat iraniane? Tani në Iran lajmet tregojnë që çdo ditë bëhen gati tre valë sulmesh. Për çdo ditë, ndaj Izraelit, por edhe ndaj bazave amerikane në lindjen e mesme. Ndërsa për sa i përket Izraelit, ka pasur disa video që qarkullojnë, që tregojnë dëme kolosale në Izrael, por nuk është se ka shumë informacion. Pra madje edhe disa ka dhe video që janë të krijuar nga inteligjenca artificiale, por ka dhe nga ata që janë të vërteta. Dhe informacioni për shkak të censurës që është në Izrael, nuk qarkullon shumë informacion dhe mbetet për të parë pas luftës se kush kanë qenë me të vërtetë dëmet. Se zakonisht pas luftës, për arsye se nuk kanë ndikim për të ulur moralin e njerëzve, tregohen dhe pamjet që reale pra se çfarë ka ndodhur në luftë. Por zakonisht gjatë luftës çdo dyja palët nuk është se i tregojnë shumë dëmet që kanë pasur, për arsye moralit të ushtrisë dhe të popullit. Por që ka pasur dëme, vetë fakti që iranianët po synojnë vazhdimisht se këto raketa që lëshohen bien diku, nuk është se shpërthejnë të gjitha në ajër. Po le të themi se një bombë Khorramsher 1 ton që rap diku sigurisht do të bëjë dëme. Pra kjo është dëmi është i pashmangshëm në një luftë. Pastaj se në çfarë mase, këto gjëra besoj se do të merren vesh pas luftës. A besoni që do mbarojë së shpejti? Tani sinqerisht, kjo është ajo që kemi shpresë më shumë që të mbarojë. Sepse përveç faktit që po vriten njerëz, pra kërcënohet edhe të zgjerohet. Kjo është diçka që askush nuk e do. Nuk e ka parë kush hajrin luftës. Lufta ka sjellë vetëm shkatërrime, vetëm humbje jete dhe mjerim. Pra kudo që ka pasur luftë, ka pasur mjerim. Dhe shpresojmë që në vend që të ndeshen dhe të përleshen me njëri tjetrin dhe bëjnë luftë, të bëjnë paqe dhe të gjithë jetojnë të lumtur, shikojnë jetën e tyre. Por me sa duket, nuk kanë, me sa shohim lajmet, nuk kanë gjasa për të pushuar për momentin. Dhe shpresojmë që do pushojnë një ditë, sa më shpejt e mundur. Çfarë bën Iranin një shtet kaq të fortë ushtarakisht? Pra janë numri i ushtarëve, është teknologjia që ajo ka. Pra pse është kaq i fortë? Apo shtrira gjeografike le të themi, numri i popullsisë, ose motivi për të luftuar për vendin e tyre, pra çfarë i motivon iranianët që të jenë kaq rezistent, ku le të themi që dy shtete shumë fuqishme ose një shtet ndër shtetet më të fuqishme ushtarake siç është SBA-ja dhe një tjetër si Izraeli kanë gati 16-17 ditë që bombardojnë Iranin pa pushim.
Tani të gjitha këto pikat që përmendët janë një faktor. Së pari, Irani është një shtet pra shumë i vjetër. Pra ka një histori mjaft të pasur, ka qenë perandori. Dhe vetë fakti që ka qenë perandori, kjo lë trashëgimi pastaj shumë gjëra. Qoftë të qenurit strateg lufte, qoftë taktikat që përdoren për luftime asimetrike e gjëra si këto. Pastaj edhe nga numri i popullsisë, është një popullsi 80 sa milion banorësh, mos them 90 sa, nuk e di sa ka shkuar tani. Pastaj edhe pozita gjeografike është mjaft e vështirë për t'u pushtuar. Pastaj është edhe një popull i zhvilluar teknologjikisht. Pra ka një teknologji mjaft të zhvilluar. Ka industri të zhvilluar, ka mjeksi të zhvilluar, pra në shkencë është mjaft i përparuar, pra është një vend që i japin shumë rëndësi shkencës. Ka një ushtri të fuqishme, qoftë në numër, qoftë në pajisje. Pra kemi një industri ushtarake vendase, sepse kjo është një faktor mjaft kyç për një vend. Pra nëse do të varen nga armët të huaja, pra e gjithë çelësi fitores e tij do të ishin në dorë të huajve. Por ata kanë një industri vendase të prodhimit të armatimeve dhe kjo i ndihmon që të prodhojnë në shumicë dhe në, le të themi, në një kosto mjaft të ulët. Sepse ndryshe, le të themi, është paga në një vend si Amerika për një shkencëtar të armëve, ndryshe është paga në Iran. Pra një shkencëtar në Amerikë mund të marrë me miliardë dollar, ndërsa në Iran mund të marrë me mijëra euro. Pra kjo bën diferencën pastaj. Dhe kjo bën të mundur që Irani të ketë prodhim të vazhduar, po edhe me që janë dhe të dhënë pas shkencës, bën edhe shpike të reja dhe inovacione të cilat po surprizojnë sot dhe ne përshikojmë një vend si Irani që i reziston pra një superfuqie si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kemi Trumpin që thotë që po i kërkon tani ndihmë NATO-s, që do të thotë që kjo është një deklaratë mjaft e rëndë pra nga Amerikës. Pra të kërkosh ndihmë, duke qenë superfuqia botërore, të kërkosh ndihmë nga NATO-ja për të hapur ngushtisën e Hormuzit, që do të thotë që është në kontrollin e iranianëve. Tani këto gjëra tregojnë që me të vërtetë Irani pas ka qenë një tigër i vërtet, jo një tigër në letër. Pra këto gjëra, gjithashtu, edhe historia ka treguar që Irani ka ditur t'i bëjë ballë edhe parandorive të mëdha si parandoria osmane. Pra nëse e shkruajmë historinë e parandorisë osmane, ajo ishte shtrirë në çdo anë përveç fqinjit të saj që ishte Irani asaj kohë në dinastinë e Safavitëve. Dhe të gjitha këto janë faktorë që kanë ndikuar të dalë një Iran i sotëm, i cili i bën ballë dy superfuqive botërore, Amerikës dhe Izraelit. Kush janë ato shtete me të cilat Irani ka raporte mjaft mira dhe ndoshta në mënyrë të fshehur po e ndihmojnë në këtë luftë? Ndoshta tani se si e ndihmojnë në mënyrë të fshehur, po me sa pash një lajm, ministri i jashtëm i Iranit, Arakçi, tregoi që ka marrëdhënie të mira me Kinën dhe Rusinë dhe tregoi që kanë pasur dhe në mos gaboj marrëveshje ose ndihma ushtarake. Sipas deklaratës së tij, ndoshta ka dhe mbështetje nga Kina dhe nga Rusia. Por në terren, me sa po shikojmë, armët që janë përdorur janë të gjitha iraniane. Ndoshta i mbajnë dhe sekret për ndonjë përballje më të ashpër, nuk e di. Është folur shpesh për kufizim të lirive në Iran. Ti si e ke parë duke qenë dhe jetuar dhe atje? A ka kufizim të lirive dhe kush është ajo gjë që në Shqipëri po themi nuk ndalohet dhe në Iran është problem që ta bësh? Tani vetme gjë që mund të thuhet për shembull liria është çështja e veshjes. Aty ka një kod veshje në Iran, e cila kohë të fundit nuk është respektuar shumë ky ligj, por më parë ka qenë më i theksuar. Dhe nuk të lejohet që të dalësh me pantallona të shkurtra, sepse ata e konsiderojnë si diçka turpi. Ky është mentaliteti iranian. Dhe këto gjëra bëjnë të dallohet nga Shqipëria. Pastaj për liri të tjera, unë nuk është se kam parë ndonjë kushtëzim liria atje, sepse unë sa herë kam dashur, kam parë ndonjë gjë që s'ka pëlqyer, kam thënë se nuk është se më kanë dënuar njëri. Thjesht pastaj janë çështje politike, pastaj që politizohet gjithçka.
ndodhin ato që ndodhin. Por që ajo që shikoj në dallim nga Shqipëria është çështja e veshjes, kodit të veshjes, por edhe çështja e dënimit me vdekje. Pra në Iran, nëse ti merr makinën pa patentë, le të themi, dhe aksidenton dhe dikën dhe ai vdes, ti sipas ligjit dënohesh me vdekje. Pra nëse ti vret dikën, sipas ligjit dënohesh me vdekje. Pra në këto ligje që janë ndryshim nga Shqipëria. Pastaj gjërat e tjera është çdo gjë normale, gjithë secili shikon jetën e tij, apo shkon në punë, kthehet nga puna, ka jetën familjare. Thjesht çështja e këtyre dy ligjeve, pra kodi i veshjes, që është ndryshe nga vendi ynë, edhe çështja e dënimit me vdekje, pra, që është dënimi fatal në Iran. Po edhe ai ka mundësi për ta falur, pra nëse dikush bën një krim dhe familja e fal, ai nuk dënohet pra me vdekje.